Flasim shpesh për librat e sigurisht për librat mirë të cilët I vinë publikut, lexuesit në tregun e librit në Shqipëri. Këtë herë do të flasim për një prezantim të ri. Lista e dëshirave të mia është libri të cilin unë kam në duar, munda me një sy të përgjithshëm të shoh se çfarë historie trajtohet dhe u ngacmova që në fillim për të ditur më shumë se çfarë na ofron ky libër. Dhe ndaj sot kemi kënaqësinë e veçantë që në këtë diskutim të bashkuar me ne përkthyesja e këtij libri, Blerta Hyska. Mirë se vjen dhe të falenderojmë që je sot në këtë studio. Faleminderit dhe juve për ftesën, është vërtet kënaqësi. Kënaqësia është ime të di më shumë për këtë libër goxha interesant, që nga titulli ngacmon Lista e dëshirave të mia dhe çdo kujt I vjen ndërmend lista e dëshirave personale apo jo. Besoj ka personazhe, ka ngjarje interesante të cilat sjellin në kohë reale ato çka dhe ne jetojmë në ditën e sotme apo jo. Është shumë e saktë, sigurisht është një libër që të mban pezull deri në shkronjën e fundit për mendimin tim. Është shkruar në vitin 2012 dhe të gjitha ngjarjet që përcjell janë ngjarjet që ne I hasim në jetën tonë, në marrëdhëniet tona, në shoqëritë tona, në jetën tonë të përditshme. Janë konkrete dhe të prekshme dhe janë të prekshme dhe kujtdo mund t'i ndodh, madje ka një fjali që mua më bën shumë për të qeshur dhe mendoj që më duket sikur e kam dëgjuar nga shumë njerëz të tjerë këtu. Dhe është një histori prekse, është një histori njerëzore, në thelb është një histori dashurie, por me disa ndërthurje të tjera, kryesisht me ndërthurjen e fatit dhe ndërthurjen e jetëve të personazheve që bëjnë pjesë aty. Është një tablo shumë e bukur e një komuniteti të vogël, të bërë kryesisht nga gratë, por sigurisht dhe burrat kanë një rol kryesor. Sepse pa ta nuk do të flisnim për histori qoftë profesionale, dashurie dhe që sigurisht, pavarësisht se ky libër është shkruar nga një autor burr, por ai ka vendosur si personazh kryesor një grup femër dhe ka bërë një personazh shumë pozitiv, shumë të plotësuar, shumë të thjeshtë, shumë të ndjeshme dhe personazhi negativ është burri. Në këtë rast. Përse quhet Lista e dëshirave të mia? Quhet Lista e dëshirave të mia, ndoshta sepse është një libër me një histori tragjike në fund dhe mendoj unë ndoshta nuk ka ndonjë shpjegim secili mund të jap shpjegimin e tij, por mendoj që është një tip që sado që të ketë një fund tragjik, përsëri ngelet një fije shprese për një rigjenerim, për një rilindje, duke bërë listën e dëshirave. Lista e dëshirave tregon që ne jemi ende gjallë, që kemi ende dëshira, që kemi ende gjëra të bukura për të bërë. Edhe për të realizuar. Sikurse e thash, po mundja të shija vetëm disa nga detajet cilat përmbledhin në një farë mënyrë historinë dhe tregon se si ndoshta çdo kush nga ne në një moment caktuar të jetës, pasi kanë kaluar vitën, dalemi dhe rikujtojmë dëshirat që kemi pasur dikur dhe kuptojmë se çfarë rrjedhë realisht ka marrë jeta jonë apo jo. Pra këtu bëhet ndoshta referuar një personazhi caktuar, bëhet përshkrimi ndoshta I gjërave me të cilat jeta na përball. Sigurisht është një reflektim ku gjithë secili mund ta gjejë veten. Personazhi ynë Joslina, e ka emrin Jo, është shumë romantike dhe her pas here ajo është 40 vjeç, në të 40-ta, domethënë. Por rikthehet shumë herët në vita her pas here rikthehet, lexon kujtimet që ka pasur në gjimnaz, shikon fotografitë e gjimnazit, gjërat që ka dashur të bënte kur ishte 17 vjeç, disa I ka realizuar, disa jo, por ajo në thelb është një e lumtur me gjërat që ka bërë dhe pikërisht këtu që ndron pak morali I historisë që mund të ndërrojmë një jetë më të bukur por ama duhet të vlerësojmë jetën që kemi dhe ajo këtë gjë do të na transmetoj që të mos jemi të palumtur nga pamundësia për të arritur diçka tjetër, por të kemi mundësi të shijojmë ato që kemi. Çfarë ndodh? Si orvatet ajo në të gjithë këtë historinë e saj? Është një ka një zhvillim, ka një zhvillim, një aksion shumë interesant. Në fillim ajo është një shitse këngëlerie, tregon libri, është subjekti është shumë interesant dhe shumë I veçantë, se mënyra se si është ndërtuar dhe si janë lidhur personazhet. Ajo është jeton në një qytet pak të harruar të Francës, është qytet I vërtetë, domethënë nuk është trillim I autorit. Ka një këngëleri, ka 2 fëmijë që kanë ikur nga shtëpia, ka bashkëshortin dhe është një grua e përkushtuar me familjen, grua më së zakonshme. Një personazh shumë tipik. Pastaj ajo her pas here ka një vështrim shumë zhbirues për jetën që bën dhe mendojnë që ka akoma gjëra shumë të bukura nga jeta e saj.
por papritur i ndodh diçka, fiton një loteri të madhe, fiton një loteri 18 milion dhe vendoset 18 milion euro. Dhe vendoset përpara dilemës që ta thyej çekun apo jo, çfarë do të ndryshoj ky çek në jetën time, çfarë do të thotë të bëhesh milionere, në kuptimin e jetës që ajo ka, të mënyrës se si ta shohin njerëzit, të marrëdhënieve që ka me prindrit, me shoqet, dhe ka frikë se duke e thyer të çekun do humbas më tepër se sa do fitoj. Do humbas gjithçka që ka ndërtuar me mundim dhe me përkushtim. Domethënë gjithë jetën e saj, e cila mund të jetë një nga jetët më modeste, por është e saj dhe ajo është krenare për këtë. Sigurisht për atë që një intrigë shumë interesante dhe ka disa mesazhe shumë të bukura në kuptimin që nuk duhet të synojmë shumë gjëra materiale në një kohë kur bota dhe Europa po përballet me krizën financiare, është një lloj kujtese, një lloj thirrje për të përqendruar tek gjërat që kanë më tepër vlerë. Ka mesazhe konkrete. Sigurisht, ka shumë mesazhe konkrete dhe kjo e bën shumë interesant, shumë prekës dhe shumë njerëzor, shumë konkret. Në të njëjtën kohë teksa unë po mundohem të ndalem tek disa nga vargjet, vërej një lloj emocionaliteti në formën se si gjithçka shpreh në këtë libër. Pra ka dhe përjetimet të cilat shpreh bukur, sa e lehtë ka qenë ta bësh ti si përkthyese këtë gjë, edhe ta përshtatësh mjaft mirë, le të themi edhe për publikun shqiptar. Kjo është pjesa më e vështirë për kthimin, sepse ndonjëherë kur lexon të pëlqen aq shumë vetë sa që përfshihesh dhe ke frikë ta përkthesh, sepse mendon që ajo që do përkthej do dalë shumë bajate në krahasim me sa bukur është thënë aty. Dhe kjo është vërtet sfida e përkthimit, por përpiqesh, domethënë arrin të hysh në botën e personazhit dhe sigurisht ka shumë fjali të bukura, shumë fjali prekse që e kanë bërë. Gjuha e përdorur nga autori është e thjeshtë? Gjuha është relativisht e thjeshtë, por sigurisht ka karakteristikat e saj sepse libri është një pjesë, një copë dhe jetë franceze, ka ato dallimet kulturore të veçanta të jetës franceze, disa referenca letrare, disa referenca muzikore që ai ja vesh personazhit dhe që sigurisht kërkojnë një vëmendje më të veçantë. Por gjuha është relativisht e thjeshtë dhe e bukur. Kush mund ta lexojë këtë libër? Apo libri s'ka moshë edhe që mund ta lexojë? Siç themi ne, mund të lexohet nga 9 në 99 vjeç. Jo, çdo libër nga femra dhe meshkuj, edhe pse personazhi kryesor është femër, unë besoj që vlen që një mashkull kuptoj botën femërore, le të themi, dhe ndikimin që ai ka era herës, pozitive apo negative. Sigurisht është një libër që e zbërthen shumë bukur psikologjinë femërore, si mendon femra dhe si vepron ajo, por sigurisht jo vetëm ky libër, por absolutisht të gjithë librat unë këshilloj që njerëzit të lexojnë sa më shumë. Kopertina është shumë interesante. Po, është gjetje e grafistit të shtëpisë botuese Peggy. Në original nuk ka qenë kështu në original. I përshtatet personazhit e cila është shitse kinkalërie, shet kopsa, shet fill për të qepur, shet fill për të qëndisur, ka të botën e vet, të gjërave të bëra me dorë. Jetë interesante dhe e veçantë për hir të së vërtetës. Është një histori nga ato e cilat shkon shumë mirë me ditët e pushimit, sepse të gjithë ne jo, ditët e punës lëvizje, disa ngacmohesh teksa është e vargje për ta lexuar. Patjetër, por vetëm që ka fund tragjik. Po pak a shumë tragjik, po dhe shpresë për të rilindur. E pra, nuk është zhvotat, ta dim, domethënë ta lexojmë, kemi një fije shpresë në fund. Ka një fije shpresë që ka një ngjarje tragjike, por që personazhi gjef forcat për ta përballuar dhe është mesazhi që njeriu i mirë dhe modest, pavarësisht se çfarë ndodh, triumfon gjithmonë. Dhe tregon se jeta pavarësisht vështirësive apo gjërave të cilat na duken të bukura për një çast, sepse edhe historia e Çekut është një gjë e bukur, çdo kush ndron nga ma kur e ka mendon se si do ta shfrytëzoj në formë të mirë të mundshme, tregon se si ndonjëherë duhet mbledhur forcat edhe ta pranosh jetën ashtu si vjen, me të mirat dhe gjithçka tjetër. Është një libër shumë simpatik që mund të bëj të kaloj një moment të këndshëm, pushimesh ose edhe ju që punoni për të çlodhur pak nga duhet të zgjuar patjetër. Unë besoj që ishte një përshëndim shumë i mirë ky libër. Në fakt ne mund të themi shumë, por s'po zbulojmë akoma dhe më tepër që publiku. Është intriga që është shumë interesante dhe do të ishte mëkat ta zbulonim sepse do të humbte kënaqësia e leximit. Të ka ngrënë shumë punë edhe shumë kohë përkthimi dhe përgatitja për botim. Jo, realisht jo, ka qenë një nga librat që kanë përkthyer më me lehtësi, ndoshta edhe nga që më pëlqeu shumë që në leximin e parë. Është e rëndësishme apo kur ti përfshihesh brenda historisë të përjeton. Është fat i madh që përkthyesi të përkthejë diçka që e pëlqen, sepse nuk na ndodh gjithmonë
gjithmonë kështu, ndonjëherë përkthejmë edhe se duhet përkthyer. Duke qenë të ftohtë apo jo, duke mbajtur një distancë me historinë, por është gjë e bukur dhe fat për mua që kam përkthyer një libër që më ka pëlqyer dhe e kam përkthyer sepse më pëlqeu, jo sepse ma kërkuan, pastaj për disa veta u përputh dëshira ime me botuesin. Dhe u realizua lista e dëshirave të mia në këtë rast. Ishte dëshira ime që solli këtë libër. Fantastike. Është kënaqësi ti ke qenë edhe iniciatorja që ky libër të botohet edhe tashmë të gjithë ne mund ta lexojmë dhe të falenderojmë. Falenderoj edhe unë kanalin tuaj dhe ju dhe gjithashtu shtëpinë botuese Pegi, e cila e ka sjellur dhe ka mësuar në treg shumë të mirë, siguroi drejtat e autorit dhe të gjitha anën e përgatitjes për botim të këtij libri, kështu që ishte një bashkëpunim i dy anshëm që dha frutet e veta. Dhe ne jemi të lumtur që folëm sot për këtë libër, e sugjerojmë për të gjithë ju, është tashmë në tregun e botimeve, mbetet thjesht për ta lexuar një histori të interesante, vetëm disa vargje. Unë u bëra kurioze, imagjinon nëse do të përfshihesha brenda kësaj historie. Vërtet falenderojmë Derta që na e solle në studio dhe tregove pak më tepër për të ngacmuar gjithmonë, sepse finalen e kësaj historie duhet ta zbuloni vetë. Sigurisht. Faleminderit për bisedën e këndshme. Ndërkohë të dashur miq, ne shkëputemi këtu, rikthehemi pas pak.